صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على خير خلق الله محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله العظيم. ويقول أيضا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا مستقيما أو صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا صدق الله العظيم. ويقول رسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Shumë të nderuar vëllezër musliman, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësi dhe gjitha begatitë e Allahut dhul xhelal qofshin mbi ju. Falëndërime dhe lavdërime çdo mend që i takojnë vetëm Allahu xheleshanuhu wa xhelle xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu xheleshanuhu, të cilin e falënderojmë pajandar çka ka në qiell dhe në tokë, çka ka mes tyre. Allahu xheleshanuhu wa xhelle xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selam nderuar vëllezër në këtë natë të bekuar të Ramazanit, si çdo herë bashkarisht kështu si jemi, ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Atij dhe familjes së tij të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që e ndoqën, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij me të mirë inshallah taala deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sonte inshallah taala në kohën që kemi në dispozicion do të flasim diçka rreth edukimit, do të flasim diçka rreth pikave pedagogjike që i përmban Kurani famëlart. Kur themi pika pedagogjike, qëllimi është të ato pika të cilat Kurani mirret me sjelljen e raportit të fëmijës ndaj babës. Edhe normalisht edhe ai raporti i sjelljes së babës ose prindit ndaj fëmijës, pa marrë parasysh se cilat janë interesat, cilat janë qëllimet, edhe cilat janë vlerat që ata i favorizojnë edhe i kultivojnë mes vetes si një raport i ndërsjellë mes fëmijëve dhe prindërve. Allahu xhelal në Kur'anin famëlar neve na ka dhënë shumë shembuj interesant. Prandaj si çdo herë ju e dini edhe atë stilistikën edhe metodologjinë time personale që çdo herë mundohemi të përmbahemi ajeteve kuranore edhe haditheve të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Me thonë, flasim gjithmonë sipas asaj që ka thënë Allahu dhul xhelal në Kur'an, sepse bazë më të mirë, bazë më të shëndosh, burim më të kthjellët, burim më të mirë se Kur'ani, ne nuk kemi burim tjetër, i cili do të na tregojë gjërat ashtu të filtruara dhe të kristalizuara siç na i tregon Kur'ani famëlart. Andaj edhe unë zgjodha disa ajete nga kaptina Maryam, është një kaptin që ju e keni marrë tani të njohur, e ka edhe emrin e nanës Hazreti Isës alayhis salam, kaptina Maryam, edhe në lexime sipër interesant më bëri përshtypje. Këtë e them vetëm për një si kulturë të përgjithshme ta keni apo si një informacion. Hazreti Maryamja, nana Isa alayhis salam, në Kur'an përmendej ishte një ndër emrat më të përmendura në Kur'an. Nëse krahasojmë sa emra Allahu dhul xhelal përmenden në Kur'an, Hazreti Maryamja ishte përmendur 34 herë. Interesant. 34 herë përmendet Hazreti Maryamja në Kur'an. Edhe jo rastisht kjo sure e ka marrë edhe emrin e Maryamës,
Edhe aty përmendet rasti Merjemes, rasti linjës Isa a.s. Edhe përmendet më në fund, jo më në fund, po deri diku te ajeti 41 deri 59 ajete, flasin rreth raportit të një fëmiu me emrin Ibrahim, i cili më vonë do të ishte pejgamberi i Allahut, edhe mes raportit të tij dhe mes babait të tij, se çfarë raporti kishte Ibrahimi a.s. me babën Azerin, i cili ishte idhujtar, kuptohet, Azeri nuk ishte musliman, edhe nuk e pranoi Islamin, interesant, nuk arriti të bëhet musliman. Ai jo vetëm që ishte idhujtar, jo vetëm që i adhurante putnat, edhe idhujt, edhe zotat e rrejshëm, ai përveç asaj, ose përpos asaj, Azeri, i cili ishte bab pejgamberi, interesant është kjo të mbahet mend, ai jo vetëm që nuk besonte në Zotin një, por edhe kishte një dyqan që shiste zota, i gdhente zotat prej guri dhe druri, edhe i reklamante dhe i shiste ato zota. Edhe Ibrahimi a.s. vazhdimisht përballi me këtë problematik. Keni parasysh? Edhe në historinë e pejgamberëve të dashur vëllezër, ne hasim kësaj rastesh, edhe mos ju vije habi asnjëherë kur ta shohim për shembull një bab të mirë, një nan të mirë, është bab shumë musliman, është nan shumë musliman, e mirë, po gjali dhe vajza nuk është në Islam, interesant. Ama në hiç nuk është në Islam. Kur them nuk është në Islam, as namaz, as gjë, vetëm që Zoti nuk e shahën, stakfirullah. Domethënë, ndodhin këto çështje dhe këto gjëra u kanë ndodhur pejgamberëve, edhe mos habitemi edhe neve të na ndodhin. Për shembull, e keni pa dikush thot, ai gjal hoxhe, ai duhet të jetë shembull, ai duhet ose është gjal mësuesi, ose është gjal doktori, ose është gjal haxhie, gjal haxhice, ku di unë, ne i kemi si zakon të rendisim këto fjalë. Nuk është interesant hiç kjo çështje, se edhe gjali i Nuhit ishte gjal pejgamberi, ama ishte kafir. Çfarë ti bante Nuhi alayhis salam? Ta vriste? S'u vriste, se vrasja është haram në Islam. Edhe gruaja e Nuhit alayhis salam, njësoj. Edhe gruaja e Lutit alayhis salam, njësoj. Ishte me jo besimtarët. Jo rastisht Allahu dhul xhelal kur e çoi dënimin, e kaploi dënimin edhe gruan e Lutit alayhis salam. Luti shpëtoi me dy vajzat, gruan e tij e kaploi dënimin dhe Allahu e mbyti bashkë me jo besimtarët. Djalin e Nuhit alayhis salam, nisoj e kaploi dënimi i Allahut edhe u mbit në ujë. Gjali Nuhit, gjal pejgamberi, gruaja e Lutit, grua pejgamberi. Edhe kjo nuk ishte në Islam. E tani këto kontradikta ne që i shohim në Kur'an, dashur vëllezër, Allahu pse i ka dhënë edhe të kundërtat. Për shembull, gruaja e faraonit, Asia, gruaja e faraonit, është një shembull jashtëzakonisht i bukur për gjithë ata njerëz që mendojnë se nga një familje e keqe nuk mund të dalë një person i mirë. E kundërta është, mund të dalë. Faraoni, ju e dini shumë mirë, Faraoni ishte njeriu më i keq i gjitha kohërave. Faraoni ishte diktatori më i madh. S'kishte diktator më të madh se sa Faraoni. Mirë, po gruaja e tij, interesant, Asia, në momentin kur Musa alayhis salam u ballafaqua me ato sihirbasët, me ato mungjitorët, me ato fallxhorët, me ato magjistarët, kur u desh të dalin në shesh edhe ta shohin se cili gjarpën është më i fortë, alitarët e tyre që bëshin gjarpri, apo shkopi Musaj që bëj gjarpën dhe i gëlltiti krejt ato. Kur i gëlltiti krejt ato litarët e magjistarëve, disa thonë kanë qenë 70.000 magjistarë, disa thonë kanë qenë 30.000 magjistarë, e kështu me radhë. Kur ndodhi kjo, një shkop i Musaj që u shëndrua në gjarpër, i gëlltiti komplet të gjarprit të magjistarëve, edhe këtë sken e pa dhe Asia, gruaja e faraonit e pa. Magjistarët u bën musliman, edhe gruaja e faraonit u bën muslimane. Interesant. Ajo besojnë Allahun xhela xhelalu. Besojnë Allahun sa që faraoni e mundoje jashkulje dhe mishin të gjallë prej trupit, e vrau më në funde. Ajo shkoi në xhenet inshallah. Ajo bëni një dua para se të vdes, Rabbi ibnili indaka baytan fil janna. Ajo para se të dilte shpirti, e pa që të shkoje në xhenet, çfarë tha? O Zot, më ndërto mua një shtëpi pranë teje ku? Në xhenet. Indeke bejtën ku? Pranë teje dua shtëpinë. Shkoni. Një grua që del nga një familje e cila asnjëherë nuk ishte ndëgjuar fjalën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. A mund të dalë sot një grua
një femër muslimane, një nuse e re, shkon në një familje e cila pin alkohol, nuk i zbaton urdhat e Allahut dhul xhelal, a mund t'ja dal ajo? Mund t'ja dal, nëse është e sinqert. Mund t'ja dal. Mirë po, a do vuaje? Do vuaje. Xheneti është i shtrenjtë është. Xheneti është i shtrenjtë. Edhe ajo vuajti, më thonë, edhe ajo kishte mundësi, për shembull, si të gjitha gratë e asaj kohe, ose të kësaj kohe, nëse dikush kishte pas mundësi të i afroje altan gruas në gjitha kohërat, në gjitha periudat, ishte faraoni. Kishte mundësi të ambloje 100 herë me altan gruan e tij. 100 herë të ambloje, të haje dhe të pije me gotë dhe me pjanta dhe me piruj dhe me luk të altanit. Ajo i refuzoi, të gjitha këto i refuzoi, nuk i duhet tha. Inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Çfarë tha? Unë besova në Zotin e Musës dhe Harunit dhe pik. Ti bën çfarë duhesh me mua. Shkoni çfarë besimi, çfarë imani mund të ketë një grua, edhe pse mund të jetë në një rreth shumë të keq. Se ajo mund të lakmonte atë luksin e faraonit. I kishte gjitha të mirat. S'kishte gjë që i mungonte faraonit. Tash nuk ka mbret, tash nëse e krahasojmë periudhën e faraonike të asaj kohe me periudhën tonë të kësaj kohe, tash në kohën tonë nuk ka mbret ma zëngin se sa ka qenë zëngin faraoni i mallkuar. Por gruaja e tij nuk e rrejti dynjaja, tha, unë e dua Zotin tim e dua. Nuk më intereson me ari dhe argjendi i faraonit as pak. Unë tha, dua shtëpi në xhenet, o Zot pranteje. Edhe momenti kur i doli shpirti, kur ishte duke i dalë shpirti, tha, Rabbi bnili indeke bejten fil gjenne. O Zot, ndërto mua një shtëpi pranteje në xhenet. E dini çfarë do me thonë kjo? Kjo nuk do me thonë që ajo e donte shumë xhenetin. Kjo e donte shumë Zotin. A Zoti dihet ku i çon banorët e vet, i tharët e vet, të sinqertit, ata të mirët dhe të mirët, dhe që në xhenet i çon. Kjo e shtoi edhe fjalën indeke, pranteje o Zot. Pse pranteje? Komentatorët e dini çfarë thuan komentuesit e Kuranit? Ka thonë pranteje sepse knatësia më e madhe në xhenet nuk është knatësia e përjetimeve të mirësive të xhenetit, bukës, ujit, luleve, shadërvaneve, arit, argjendit, sa arë dhe argjend do ketë atë shumë, sa që pluri në xhenet do jetë prej argjendit. Para mendoni, ki pluri që ecim në përkustivar, në xhenet do jetë pluri prej argjendi, pluri blur, i bluar, do jetë argjend. Tullat e shtëpive të xhenetit janë prej ari, të ngjitura në mes me argjend. Zbukurimi i teshave të burrave të grave do jetë i qëndisur me diamant, me ari, me gjevahir, me elmas, që një gur diamanti i xhenetit nuk mund të paguhet me krejt diamantin e dynjas. Kjo përsëri nuk e kërkonte këtë, gruaja e faraonit. Kjo thonte, o Zot, pranteje. Shkoni, dashuria t'jesh ke Zoti, kjo është e shumë e rëndësishme është. Kjo është e rëndësishme. E boj namazin se e dua Zotin. Kështu të thuj. Më thuj, e boj namazin se kam frikë xhenemin. Gabim është. Gabimi më i madh është. Pse Zoti me desh edhe me namaz çon xhenem. A ka mundësi? Po si s'ka mundësi? Ajo Zot. Atë i do të pyes edhe mua. Ajo është pronari edhe i xhenetit edhe i xhenemit. Më thuj, o Zot, unë dua ti të kënaqi. Nëse këtë fitojmë, kësaj thonë razi. Razin e Zotit. Nëse e fiton razin e Zotit, thot Allahu të befason, çfarë? Me surprizën që do ta bëjë në xhenet. E në xhenet nuk do jesh bashkë me krejt ato të thjeshtit. Do jesh pranë Zotit afër pejgamberëve. E kjo xhenet. Këtë xhenet duhet ta kërkojmë. Për ta fituar këtë xhenet, të çfarë? Duhet të kërkojmë të razin e Allahut. Për çdo punë kërkojmë razin e Zotit. Arim pa bukë dhe pa ujë gjithë ditën. Pse rim? Vetëm që ka thonë Allahu, para asgjë tjetër hiç. E kjo është të kërkuarit e razisë së Zotit. Të kërkuarit e kënaqësisë së Allahut dhul xhelal. Unë ri pa bukë, pse vetëm Allahu pse ka thonë, para asgjë tjetër. Jo për të lështuar. Jo për të lështuar. Për të lështuar ka dhe mund shkojmë ka lloj qendrash për ushtrime, fitnese, shkon e rregullon trupin e bën si duhesh e bën. Nuk ka problem për të lështuar. Ka metoda tjera, por Ramazani është për të fituar çfarë? Vetëm razin e Allahut.
Allahu don të shohë si të thahen buzat gjithë ditën. E kështu don të shohë. Ai nuk don të shohë se si ti vuan. Mos e ke kuptojmë këtë. Allahu nuk don të na shohë se si vuajmë ne. Allahu don të na shohë si e çojmë urdhin e tij në vend. Edhe në moment kur agjerojmë sa të kujdesshëm jemi ne. Pse? Se vetë Allahu ka thonë, Allahu nuk ka nevojë për atë bark të ri unë dhe pa ujë dhe pa bukë, nëse nuk i le punët e kota, nëse nuk i le thashë themet, aq që e përmendëm edhe mbrëm. S'ka nevojë. Pse? Se ti se ke kuptuar se pse agjeron. Pse agjeron? Agjerimi, jo vetëm agjerimi. Çdo ibadet duhet të bëhet për çfarë? Për të fituar kënaqësinë e Zotit. Asgjë tjetër hiç. Asgjë tjetër hiç. Pse Allahu na fal për shembull, ndoshta si kam përmendur, ku e përmendi sonte se thot në sheriatin islam është kështu. Nëse thot një njeri duke agjeruar haron edhe haron. E dini çfarë thot sheriati islam, sidomos Ebu Hanifja. Ne jemi të mezhebit Hanefi, elhamdulillah. Thot, nëse personi që ka haruar, ka filluar të haje, nëse është i lisht, i dobët me shëndet, ose e dobët, linja thot në haje pak, se i bon mirë për trupin. Pastaj, kur e shqipi se të haje pak, kujton një, agjerushëm, ose agjerushëm një. E shesa tolerant është islami ndaj kësaj çështje. Pse? Se fundi thot nuk është çështja e të ndejturit pa bukë dhe pa ujë. Çështja është ai që ka haruar çfarë niyeti ka. E she çfarë vlerëson Zoti ke ne? E vlerëson dëshirën e madhe tonën për të qenë pranë Tij, pranë Allahu dhul xhelal. Prandaj edhe Hazreti Asia alayhis salam e boni duan, unë dua xhenet, ama jo çfarë do xheneti? Se xhenetet janë 8, ashtu. 8 xhenete ka. Unë dua xhenet, o Zot, pranë Teje, diku aty afër pranë Teje. Pse? Sepse kënaqësia më e madhe në xhenet do jetë jo ushqime që i përmenda unë pak para. Por kënaqësia më e madhe në xhenet do të jetë kur do e shohim Zotin. Kur do e shohim Allahun dhul xhelal. Në momentin që do e shohim Allahun dhul xhelal, ajo do jetë kulmi i kënaqësisë tonë. Do kënaqemi vetëm momentin kur do e shohim Allahun. A besimtarët inshallah taala Zoti na bën nasip të gjithëve xhenetin, do e shohin Allahun çdo ditë të xumaje. Allahu do e heke perden e do e shohim Zotin inshallah. I ka thënë sahabët, ja Resulullah, po si do e shohim Zotin? Ka thënë, e shifni hanën. E shifni hanën, ka qenë hana e plot. Po ja Resulullah, e shohim hanën. Si e shifni hanën kaq pastër sonte, ashtu do e shifni Zotin pastër në xhenet inshallah. Edhe thot, banorët e xhenetit do shohin një bukuri jashtëzakonisht madhe ke Zoti, sa që thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, të dashur vëllezër, thot, sikur të kishte pasur vdekje në xhenet, do vdishin nga kënaqësia të gjithë banorët e xhenetit. Kur do e shohin Allahun dhul xhelal. Edhe çdo njeri prej nesh do thotë, o Zot, pse nuk ndejtan sejdë gjithë jetën për Ty, ja Rabbel Alamin. O Zot, pse nuk agjerova gjithë jetën për Ty, o Zot? Pse s'lexoja Kur'an vazhdimisht për Ty, o Zot, fjalën tënde. Kur do e shohin se çfarë bukurie edhe çfarë kënaqësie do ndjejnë banorët e xhenetit. E kjo është, çdo punë do të bëhet për çfarë? Për të fituar razinë Allahu dhul xhelal. Edhe kur të thrasësh donjën në Islam, edhe babën tënd, dhe prandaj na përmend në Kur'ani, na thotë edhe babën tënd, edhe djalin tënd, edhe gruan, edhe bashortën, edhe familjen, edhe motën, kushdo që qet, kur ta thrasësh në Islam, thotë thirrje me kulturë janë zakonshme. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana. Lutë thirr në fen e Zotit tënd. Thirr në Islam me urtësi. Pse? Se ti e thirrën për në xhenet, edhe në xhenet nuk thirret me të keq. Në një vend të mirë nuk thirret me metoda të këqija. Edhe Allahu dhul xhelal na përmendën neve metodën e kujt? Metodën e Ibrahimit alayhis salam me babën e vet. Edhe çfarë rregulli duhet përdor djali me babën? Ka rast për shembull, ne kemi raste këtu edhe në familjet tona, edhe qoftë në qytetin ton, në fshatrat ton, e kështu me radhë, për shembull djali është i udhëzuar, baba nuk është i udhëzuar. Ti do razinë e Zotit ashtu.
Nëse e kërkon razinë e Zotit, nëse kërkon kënaqësinë e Allahut dhul xhelal, nuk mund ta prishi shtot razinë e prindit. Është haram është. Është haram. Edhe në qoftë se thret në Islam, shkoni. Ti e thret në Islam, o babi, falbe namaz se unë dua, apo ne duam që gjithë bashkarisht këtu si familje, si jemi kështu mirë në këtë dinjë, të jemi në xhenet bashkë edhe në botën tjetër inshallah. Fal namaz. Aman ti nuk mund t'i thosh, o babi, ma të poshtër se ti s'ka në gostivar. Falbe namaz e farburi jeti. E kështu s'ban. E she. Këtë metodë Allah nuk e don. Nuk e don këtë metodë, interesant. Po dikush prej jush mund thotë, po edhe në qoftë se e thret në fe, edhe në qoftë se e thret në fe, nuk guxon ta thrasësh me të keq. As pak hiç. Me kulturë jashtëzakonisht madhe thotë, duhet ta thrasësh babën e Islam. Çfarë thotë? Estaidu bila bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. O Allahu i thot Muhamedit alayhis salatu wasalam, o Muhammed, në Kur'an përmendua cilën në librin tënd, në librin e Allahut, në Kur'an përmendua rastin e Ibrahimit alayhis salam. Innehu kana siddiqan nabiyya. Allahu tani jep një definicion rreth profilit të Ibrahimit alayhis salam. Kush ishte Ibrahimi alayhis salam? Kjo është për ne, është. Kjo është metodë për ne. Se si të komunikojmë ne me prindërit tanë, sidomos për rinin tonë tani, se ka plot baballa që si kanë baba gjallë, por flas më shumë për ato moshat pak më të reja që janë, edhe që i kanë prindër gjallë, Allahu ashtoft imrin inshallah. Çfarë thot? Wadhkur fil kitabi Ibrahim. O Muhammed, tregoju rastin e Ibrahimit alayhis salam në Kur'an, sepse ai ishte një pejgamber, edhe ishte i shumë i sinqert, siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi, kura i tha babës vet. Shkoni çfarë na thotë. Shkoni metodën se si fliste Ibrahimi alayhis salam me babën e vet, edhe pse e thirrte në Islam. Idh qala li abihi ya abati, o baba im. Shkoni. Ky profili i Ibrahimit ne e treguam profilin e Ibrahimit në fillim. E treguam edhe profilin e Azerit në fillim. Ashtu, Azeri ishte një idhujtar. Ai përpos që ishte idhujtar, ai edhe gdhente dhe shiste zota. Kishte diqon që shiste zota, stakfirullah. Shiste zota prej druri dhe prej guri. A Ibrahimi alayhis salam ishte pejgamber. A mund e kishte bab, çfarë ti boje? Bab është. Çfarë mund ti bësh babës? Veç ta respektosh asgjë tjetër. Veç ta respektosh. Edhe në qoftë se është në pyetje qufri i tij. Ajo është në kufër, është në dalalet, është pjanec, është nuk e di unë kumargji, çfarë mund të jetë. Mirë, po ti nuk takon fjalë të rënda që thuash. Këtë Allahu neve don të na thot. Fjalë të rënda jo, nënçmuese jo. Çfarë i thot? Idh qala li abihi, kur Ibrahimi alayhis salam i tha kujt babës vet, ja ebeti, o baba im. Fjala o baba im tregon që ki kish shumë respekt për ato. Nuk i tha o njeri. Nuk i tha o njeri. Nuk i tha o burr, çfarë bën bre burr kështu. Jo, edhe kështu nuk i tha. Çfarë i tha? O baba im, ja ebeti. Pra babi tha. Kjo neve na thot se Ibrahimi ka vdek mote me para 6000 vjetëve me Azerin. Lime ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. O baba im, pse adhuron diçka që as nuk ndëgjon, as nuk shef? E lexoja tefsirin apo komentin e një komentuesi shumë të njohur të Kur'anit, famëlar Tahir bin Ashur, është një komentues tunizian që ka tefsirin e tij Et-Tahrir wa At-Tanwir. Ati thot, kështu në faqen 355 bile, thot Ibrahimi alayhis salam është një ndër pejgamberët që ka përmendur edhe që ka përdorur i pari argumentet logjike rreth asaj se çfarë është e dobishme dhe çfarë është e dëmshme. Argumenti logjik shifet këtu. Ku shifet? I thot shumë mirë babës vet, i thot. O baba, thot, o baba im, pse thot adhuron ti diçka që as nuk dëgjon dhe as nuk shef? Vërtet, ai putni, ai zoti prej guri dhe prej druri. Ai nuk mund t'i bëjë dobi vetës e vete, jo mo tjerëve. Su nuk bëjë dobi, vetën e ti su në ruje, nëse e them dikush ose e gjek dikush.
Edhe kitët është i pari që e përmendi dhe që përdori argumentet logjike. Është argument logjik, edhe shumë logjikshëm është. Pse adhuron diçka që murë kjo? Muri as gjë, as ndëgjon, as shef, as gjë hiç, as mund mbrohet, la yasma wala yubsir, edhe as që shikon, wala yugni anke shay'a, edhe ti nuk të bën as një dobi bile. Hajt tregom çfarë dobi e ke pa prej këtij Zotit. Tregom një dobi të vogël të paktën. As që dobi s'ke pa hiç. Kjo është argument logjik që përdori Ibrahimi alayhis salam. Përsëri thotë, shikoni. Mbi 4-5 herë e përmendën fjalën ja ebeti. Është fjalë ledhatuese, të dashur vëllezër. Është fjalë ledhatuese që djali mund t'ia thot babës vet. O babai im, ja ebeti. O babai im, ose o nona ime. Jo oj. Jo oj, oj nuk i thuhet nanës. O nuk i thuhet babës. Ha? Ose o ti. Këto pastirma janë për njerëzit shumë të huaj, gati që nuk i njeh hiç, jo për një nënë që të ka mbajtur 9 muaj, 10 vjet e pastaj gjithë jetën ta ka gajlen, ose një babë që sakrifikon komplet jetën e tij që ti të bësh të rritesh, të lulëzosh, të ekzistosh. Edhe nëse është pyetje që feja nuk duhet t'i thuash o ti, ose oj, ose of, jo. O non, o nona ime, ose o baba im, ja e beti, o baba im. Disa herë i thot jo, ja e beti. Ai përsëri, çfarë i thot? Inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam yatike. Unë në librin tim më ka ardhur ajo që nuk të ka ardhur ti, fattabi'ni ehdika siratan mustaqima, apo siratan sawiya, të udhëzoj në rrugë të drejtë. Ja ebeti la ta'budi shejtan. O baba im thot, mos adhuro shejtanin. Pse? Se shejtani thot këtu, pse ka thonë mos adhuro shejtanin? Sepse shejtani është sebepi kryesor që ki bën të putna. E dini shejtani ka më shumë qejf që ja kthej shpinën Zotit, stakfirullah. Ai Zoti na ruaj gjithëve inshallah. Nuk është i kënaqur me asnjë punë tjetër sa është i kënaqur të largohej nga namazi. Shembull, pse largimi nga namazi është e kthjerrja e shpinës Zotit. Shejtani suksesin më të madh e shef kur njeriu ja kthen shpinën Allahu xhaleshanu o xhelalu. Prandaj thot la ta'budi shejtane. Ai përsëri nuk e dëgjoj ashtu. Çfarë i tha Ibrahimi alayhis salam? Unë tha nëse ke qeve do largohem. Nëse ke qeve do largohem. Edhe çfarë i tha baba bile tha? A do largohesh se do të gurzoj? Baba e kërcënon djalin, shikoni. Ki përsëri tha inni sastaghfiru rabbi. Unë do largohem, baba i tha do të mbis me gur, a ki çfarë i tha? Unë do e lus hala Zotin për ty. Para mendoni. E çfarë djali? Çfarë gjemsh na duan neve, të dashur vëllezër? Çfarë gjemsh na duan neve? Jo djali i cili thot dhe vras babën se djali matematika dhon më shumë mall, stakfirullah. Ki bab nuk është bab. Mirë be hoxha, o baba ti ka dhënë 2 qile, mu ka dhënë 1 qile, mu banesën ja ka shkruajt ati, mu ma ka shkruajt një dhomë vogël. Ç'është interesi të kësaj dynjaje? Ki, për shembull, e kërcënonte në Islam, e kërcënonte, ja shante Zotin, krejt ja shante, nuk e pranoi Zotin një, përsëri çfarë i tha? Unë tha hala do lutem për ty. E dini që baba i Ibrahimit alayhis salam vdiq si qafir vdiq. Azeri vdiq si jo musliman. Tërgon pejgamberi alayhis salatu vesselam në hadithin që transmeton Buhariu radiallahu anhu me 3170 me numër, në kapitullin e 3 tregon Buhariu hadithin e transmetuar që tregon pejgamberi alayhis salatu vesselam thot në botën tjetër, këtë hadith e transmeton edhe Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot ditën e kiametit thot fitira ku do ringjallemi, fitira e Azerit, babës e Ibrahimit alayhis salam do të jetë e nxirr dhe me e pluhurosur, edhe me gjak kur dalën botën tjetër. Edhe Ibrahimi alayhis salam do lutet, do thotë o Zot, am ke thënë ti në dynjë që unë nuk të zhgënjej në botën tjetër. Am ke thënë që do t'i plotësoj gjitha dëshirat. Aman të futë babën tim në xhenet. E dini çfarë thot Allahu dhu xhelal? Jo që se nuk e dom Ibrahimin, por do i thote o Ibrahim, unë xhenetin e kam bërë për muslimanët, baba jot vdiq jo musliman. Më vjen shumë keq. Baba jot vdiq si jo musliman.
Të paktën kishte thënë la ilaha illallah, do mjaftonte për ta futur në xhenet. Amon edhe këtë nuk e tha. Edhe Allahu dhul xhelal thot do i boje një favor. Do i boje një nder Ibrahimit alayhis salam. Babën e Ibrahimit do ta shndroje në një formë kafsh e gjakosur, të cilën do ta heqin zvar me leket edhe do ta fusin në xhenem, që Ibrahimi mos e shohë fytyrën reale të babait të tij duke hyrë në xhenem, mos i vije keq deri në atë mas, por baba i tij do të ketë fytyrën e një kafshe. Zoti na ruaj gjithë ya Rabbil Alamin. Allahu na udhëzoj gjithë ya Rabbil Alamin. I udhëzoj fëmijët tan, familjarët tan inshallah, gjeneratën tonë mbrojt nga çdo e keq, nga cilësit e shejtanit. I udhëzoj të humburit tan, i shërof të sëmurët tan, i bof magfiret ata që kanë shkuar në botën tjetër të vdekurit tan inshallah. Frima jonë dhe fjala jonë e fundit në këtë botë qoftë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, walillahil Fatiha.